Historia e punimeve në atë që njihet si sheshi Gjergj Bush në Prishtinë ka hyrë në një tjetër etapë. Gjysma e rrugës që është matan kufirit të zonës së mbrojtur të qendrës historike të Prishtinës është në betonim e sipër. Alamet sipërfaqe që janë duke u mbushur me armaturë dhe beton. Sipas projektit, sipër do të ketë gur, por ana tjetër mbetet e paprekpër. Institucionet s'kan kurfar komunikime. Komuna preq që institucioni i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve të miratoj projektin, kurse autoriteti i trashëgimisë kulturore është në pritje të plotësimeve që ka herë ja ka rekomanduar institucionit lokal. Çështja ka marrë karakter të fortë politik. Për komunën, politika e qeverisë qendrore është problemi, kurse për institucionet e trashëgimisë kulturore dhe vetë Ministrinë e Kulturës kjo temë është krejtësisht ligjore. Mjetet të rënda bashkë me punonjësit e 3 kompanive që janë bashkuar për të punuar në këtë projekt 18.1 milion eurosh janë duke zhvilluar aktivitete në zonën e lejuar. Sipas të dhënave të ofruara nga zyrtarët komunal, deri më tani punime janë bërë në 27% të hapësirës dhe punëkryerësve u janë paguar 500.000 euro. Shumë më shumë është punuar se sa që janë paguar pozicionet. Arsyeja, bllokimi i buxhetit. Ai ka thënë se janë duke vazhduar punët. Ne jemi duke punuar në pjesën e cila nuk interferon në të ashtu quajturën zonë mbrojtëse, ndërkohë po presim nga IKMM-ja të na lejohen punimet në pjesën tjetër. Nuk ka arsye të ndalohen më. Qytetarët kanë votuar për projektet dhe transformimin. Por institucioni i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve është në pritje të plotësimeve të projektit që më pas do t'u adresohet për shqyrtim. Ne nuk kemi marrë më asnjë shkresë e as projektin nga komuna pas rekomandimeve që kemi bërë. Historia e punimeve në Gjergj Bush do të nisë në mars të këtij viti, kur komuna pa përfillur ligjin për trashëgimi kulturore, synonte punime midis 5 monumenteve dhe zonës së mbrojtur të qendrës historike të Prishtinës. Komuna s'kishte marrë leje për ndërhyrje nga Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, si i vetmi institucion me mandat për miratimin ose refuzimin e projekteve që prekin trashëgimin arkitekturore. Besim edhe pak në sheshin Gjergj Bush